أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم. Hamdi dhe të gjitha falënderimet I takojnë Allahu subhanahu wa ta'ala, krijuesit të gjithësisë. Salavatet dhe selamet e përzemërta qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri ditën e fundit. Të nderuar vëllezër besimtar, Allah subhanahu wa ta'ala thot në një ajet kuranor: Inna akramakum indallahi atqakum, me të vërtetë më I nderuari, më I miri, më I devotshmi tek Allahu për jush është ai që e ka më shumë frikë, pra frikë respekt Allah subhanahu wa ta'ala. Disa xhumoja jemi të fol apo të mundu me shpjegu në thonjët e Imam Samarkandijut, I cili ka thonë se frika kuptohet nga 7 shenja, pra këto janë 7 shenja të cilët tregojnë frikën apo që tregojnë se robi ka frikë Allah subhanahu wa ta'ala. Ato 7 shenjat janë frika me gjuhë, se si duhet I kemi frikë Allah subhanahu wa ta'ala me gjuhën tona, pastaj me barkun, me shikimin, me dorë. E sot inshallah do të flasim për frika në kom. Me kom, si duhet I kemi frikë Allah subhanahu wa ta'ala, sepse njeriu besimtari ka obligim të ruaj gjymtyrët e tij nga çdo haram. Pra të ketë kujdes nga gjunat e sirit, gjunat e dorës, të këmbës, të barkut, të zemrës, të trupit, të organet gjinitale, e kështu me radhë. Pra është obligim detyr që ne t'i ruajmë këto gjymtyra nga haramët. Dhe kjo është një prej falënderimeve që falenderojmë në Allah subhanahu wa ta'ala, sepse ka dy lloje të falënderimit. Falënderimi I cili bëhet me gjuhë, kur e falenderojmë në Allahun për ndonjë të mirë që na I ka dhënë, thojmë elhamdulillah, pra e falenderojmë Allahun. Kurse falënderimi obligim është që ato të mira që na I ka dhënë Allahu mos t'i përdormi në punët në të cilat na ka ndaluar Allahu. Pra Allahu prej mirësisë të tij është që na I ka dhënë këto gjymtyra, na I ka dhënë trupin, shikimin, të dëgjuarit, e kështu me radhë. E këto të mira mos me përdor në harame, në vendet, në punët e ndaluara. Por edhe frika, ti kemi frikë Allah subhanahu wa ta'ala me kom, është të mos ecësh drejt gjunoheve. Pra komt e tua mos t'i përdorësh në atë punë që I ka ndaluar Allah subhanahu wa ta'ala. Edhe për këtë dietarët kur kanë shkruajtur për gjunat e gjymtyrave, edhe kanë përmendur te gjunat e komës, se çka llogaritet gjuna I komës. Pra si mundet njeriu ta bëjë një gjuna me komt e tij, ashtu edhe si mundet të bëjë ndonjë punë të mirë me komt e tij. Pra për shembull të ecësh çdo hap që e bën për me shkuar në xhami, apo çdo hap që e bën me shkuar me ndihmën në njeriu, një nevojtarit, një fukaras, kish probleme te Allah subhanahu wa ta'ala. Po ashtu nëse komt e tua, hapët e tua I përdor për disa vende që I ka ndaluar Allah subhanahu wa ta'ala, do të thotë që bën gjunah me kombën tonë dhe duhet të jepësh llogarin ditën e gjykimit. Për shembull, prej gjunave të kombës është el mashyu fi ma'siya, të ecësh për me bën një haram. Çfarë do harami qoftë, aja bën atë haram me dorë apo me gjuhë, ato hapët ejsa jote deri në atë vend për me bën një haram, llogarit prej gjunave të kombës. Apo kel mashyi fil idrari bi muslim inda al hakim, apo të ecësh të shkosh deri te një gjykatës të xhixhi për mi bën dëm një muslimanit, me shku me dëshmu rrejshëm, apo me shku me, si thujnë të na, me shpionu, por mi bën dëm një muslimanit, që xhixhi për shembull ta dënon, ta futen në burg apo ta dënon me diçka tjetër. Kjo ecja deri te xhixhi për ta dëmtuar një musliman është prej gjunave të komës. Apo të ecësh për shembull me shku me mbit një musliman, me mbit me pa të drejtë. Edhe kjo llogarit prej gjunave të komës. Po ashtu dietarët apo në Islam llogaritet prej gjunave të komës at-tabakhturu fil mashi, të hecësh me një hecje të veçantë nga të tjerët me mendjemallsi. Pra kur të dilesh në rrugë, të ecësh eca jote të jetë e dalluar nga të tjerë me çka, me mendjemallsi. Domethënë ka njerëz të cilët kur dalin me hec
mundon të veçohet nga të tjerë, dikush të veçohet në veshmbathje, nëse të gjitha këto bën me qëllim mendjemallësie, pra të krenohesh me atë ecën tënde, kjo llogarit prej gjunoheve të komës. Po ashtu të dietarët llogaritin gjuna për gjunohet të komës ditën e xumës që ndodh në për disa xhamia, shpesh ndodh kjo, kur ditën e xumës kur imami është në hitbe, njerëzit i kalojnë njerëz të tjerë për me dalë të safi i parë apo të safi i ditë nëse xhamia e madhe, edhe me këtë ecja ju pengon tjerë, ndoshta ndodh të ta lëndon edhe dikonin, kjo llogaritet prej gjunojve të komës. Vetëm nëse e sheh se përpara ti është një vend i zbrasur, safi nuk është i plotësuar, atëherë lejohet pra të ecë të para ta plotësojë safin. Pra nëse i të kalon njerëzit ditën e xumës dhe i dëmton, apo siç ndodh ndonjëherë i shtin dikonin jam shon tjetër derisa të kalojë te safi i parë, kjo llogaritet prej gjunove të komës. Po ashtu dietarët e kanë llogaritë si gjuna prej gjunove të komës, nëse kalon para namazliut, ai i cili është u fal, i cili ka plotësuar kushtet e sutrës. Sutra është një pengesë apo një sen që e vendoset para atij që të fal namazin. Por kjo sutra i ka disa rregulla, i ka disa kushte. Për shembull, kur je të fal dikon në rrugë apo dikon në fush, apo edhe në xhami, ai sutra duhet të vendohet, domethënë aty që në kokën në sejdë. E jo me blloku për shembull me zon xhamin 2 me di, mos zguxon kërkush me kalu këto, apo me zon në fusha që një 3 metër me 3, zguxon kërkush me kalu këto. Ai sutra vendoset aty që vendon krijen në sejdë. E nëse dikush e ka venduar këtë sutrën, dhe i ka plotësuar kushtet e saj, edhe shkon dikush kalon ndërmjet asaj sutrës, pengesës dhe atij namazliut, kjo është gjuna prej gjunove të komës. E pejgamberi alayhis salam thot, sikur ta din ai kalimtari se çka ka mes namazliut dhe asaj sutrës, do të kesh qëndru 40. Tash 40, a 40 ditë, a 40 vjet, vetëm pejgamberi alayhis salam ka thonë do të kesh qëndru 40. E për këtë, pra nëse ka sutre, atë pengesën e ka venduar përpara, dhe dikush kalon nëmjes të asaj dhe atij namazliut, kjo është gjuna prej gjunove të komës. E nëse nuk ka venduar asgjë, edhe kalon para atij namazliut, as atij nuk i prishet namazi, po edhe kalimtari nuk ka bën gjuna, po duhet me pas kujdes që mos ta kalojmë për atij që janë të fal namazin, për mos me dekoncentru, për mos me habit gjatë namazit. Por në asnjë anë namazit nuk prishet. E ka nu sutrën apo nuk e ka nu sutrën, namazi nuk prishet. Për shembull, shpesh ndodh për disa xhamia, ka pas raste që kemi na pa dhe kur kaloi fëmia para namazit, ai çka të fal, çka të fal, jam shon një flakaresh kakrija apo e largon apo i mshon me diçka për mos me kalu përpara. Fëmia nuk ka asnjë çfarë gjunohi, po edhe namazliut nuk ju prishet namazi. Pra duhet të kemi kujdes se nëse të kalon dikush përpara, e ki sutrën apo nuk e ki sutrën, namazi jot nuk prishet. Nëse gabim ka bën dikush, ka bën gabim ai kalimtari. Po ashtu dietarët e kanë llogarit për gjunove të komës, dhe duhet të kemi kujdes në këtë pikë se maddu rijl ila al-mushaf idha kana ghayr murtafi'. Për shembull, nëse Kurani apo qoftë ndonjë libër prej librave islame është e vendosur diku në tokë, dhe është në njëjtën nivel me ti dhe e zgat komën e shrin komën drejt atij librit apo drejt Kuranit, kjo është ndaluar. Pra llogarit për gjunove të komës. Pra duhet të kemi kujdes edhe për këtë, kur të shohim libra të fesë, kur të shohim ndonjë Kur'an, ndonjë libër me hadith apo i fikut, nuk lejohet të zgat apo të shrihet koma në drejtim asaj librës apo Kuranit. Po ashtu çdo hecje, çdo hap që bën për ndonjë haram, llogarit për gjunove të komës, pa marrë parasysh sa më harami çka është. Dhe po ashtu dietar kanë thënë të khalluf an wajib, mos të shkosh me kri një obligim që e ke, sikur namazi për shembull i xumës, apo ndonjë obligim tjetër që kërkohet të shkosh në advent ta krish atë obligim, sikur që është haxhi apo ndonjë obligim tjetër, mos shkuara në advent me kri atë obligim llogaritet prej gjunove të komës. Domethënë, komët e tua nuk i ke përdor për me shku me kri atë obligim, por ke nejt në shtëpi apo ke nejt në kafe apo në rrugë diku, dhe kjo llogarit prej gjunove të komës. E për këtë thot Imam Samarkandi, jo shenja e cila tregon
se ne i kemi frikë Allah subhanahu wa taala, një prej tyre pra është frika në kamp, dhe ajo është të mos ecësh drejt gjunoheve. Pra çdo musliman e ka obligim të din gjunohat e gjymtyrave, gjunohat e trupit, gjunohat e zemrës, sepse ai i cili nuk e din të keqen mund të bjerë në ta. Siç ka thënë sahabi pejgamberi alayhis salam, një sahabi thotë, të gjithë sahabët, të gjithë njerëzit e pyetën pejgamberin alayhis salam për sendet e mira, thotë unë e pyes për sendet e këqija, çka është ndaluar, çka është haram, çka na ka ndaluar Allahu, thotë jo për mi bë ato, por për mu mbroj prej tyre, thotë se ai i cili nuk e din të keqen mund të bjerë në ta. Pra nëse nuk e di një sa është haram ti mund me bën. Nëse nuk e di çka është gjunahi i sirit, ti ndoshta mund me bën të gjunohet sirit. Nëse nuk e di çka është gjunahi i veshit, mund me bën shpesh të gjunohet të veshit, edhe duke mos e ditë. E për këtë është obligim të mësojmë gjunohat, mëkatet e gjymtyrat të trupit, të zemrës dhe kështu me radhë, sepse do të jemi përgjegjës ditën e gjykimit te Allah subhanahu wa taala. Por këto kanë mbetë dy pika tjera të cilat i thot Imam Samarkandiu, e për këto flasim inshallah në xhumat e ardhshme. Dhe është mirë që ti mësojnë, ti kuptojnë këto dhe ti praktikojnë në jetën tonë, sepse Allah xhaleshan do të na pyet në ditën e gjykimit. Waqifuhum, thot Allah Taala, innahum mas'ulun, thot ndalni pra në ditën e gjykimit, sepse kanë me dhënë llogari. E ti kemi frikë asaj dite kur duhet të japim llogari në ditën e gjykimit, dhe çdo kush ka me dhënë llogari, do t'i peshon punët e tina. E lutim Allah subhanahu wa taala që të na i përmirëson gjendjen tonë, të jemi prej atij të cilët e mësojnë diturinë dhe e praktikojnë diturinë. E lutim Allah subhanahu wa taala të na shton diturinë, po diturinë e dobishme që na bën dobi neve dhe gjithë ummetin. Dhe lutim Allah subhanahu wa taala ummetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam kudo që janë që ndihmon çdo kujt që është i bën pas çdo kujt që është i bën zullum, inshallah Allah subhanahu wa taala e ndihmon dhe mbron nga i zullum. E lutim Allah subhanahu wa taala që zullumqartë i shkatron mes veti dhe neve të na largon nga mesi i shkatrimit të tyre dhe të dalim me paqë dhe të shpëtuar. Dhe në fund e lutim Allah kur të dalim prej kësaj bote, të dalim duke thënë fjalën e shpëtimit, fjalën la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.